Ministria e Shëndetësisë në bazë të planit të veprimit për parandalimin e pasojave nga vala e të nxehtit mbi vendbanimet në Republikën e Maqedonisë, me qëllim të mbrojtjes së shëndetit të njerëzve, rekomandon që të lirohen nga angazhimet e punës gratë shtatësëna dhe pacientët me sëmundje kronike që janë mbi moshën 60 vjeçare. Punëdhënësve ju këshillohet që të riorganizojnë orarin e punës në mënyrë që të shmangin aktivitetet në ambiente të hapura në periudhën kohore prej orës 11 deri në orën 17. Ministria e Shëndetësisë rekomandon që të shmangen aktivitetet sportive në ambiente të hapura prej orës 11 deri në orën 17. Veçanërisht u rekomandohet institucioneve për kujdesin e fëmijëve të mos i ekspozojnë fëmijët në ambiente të hapura në këtë periudhë kohore. Për qytetarët e vendit kujtojmë se është e nevojshme të respektojnë rekomandimet e përgjithshme për mbrojtje nga temperaturat e larta, siç janë mbrojtja nga ekspozimi i drejt për drejt në diell, shmangje nga ambientet e hapura nga ora 11 deri në ora 17, mbathje e rrobave të lehta, konsumimi i ushqimeve të lehta dhe lëngjeve, mënyrë higjienike e përgatitjes së ushqimit dhe marrje e terapisë së rregullt për pacientët me sëmundje kronike. Për shkak të temperaturave të larta që lajmërohen në ditët në vijim, potencojmë se duhet vëmendje më e madhe gjatë përgatitjes dhe konsumimit të ushqimit. Sipas njoftimit të meteoalarmit të shërbimit për punë hidrometeorologjike, gjatë 3 ditëve të ardhshme duke filluar nga nesër e enjte, 29 qershor deri të shtunën 1 korrik, i gjithë territori i shtetit do të përfshihet me temperatura të fazës së portokallët.